Mos I lejo ata të dinë lëvizjen tënde të radhës në një botë ku çdo lëvizje gjykohet, analizohet dhe shpesh paragjykohet. Të mësosh ta mbrosh heshtjen tënde është një nga armët më të fuqishme që mund të zotërosh. Kjo nuk ka të bëjë me manipulim, por me strategji. Nuk është mashtrim, është mençuri. Mos I lejo ata të dinë lëvizjen tënde të radhës. Sepse sa më shumë njerëzit të dinë për ty, aq më shumë mund të ndalin. Fuqia e misterit, misteri është aleati yt më I madh. Njerëzit friksohen nga ajo që nuk kuptojnë dhe respektojnë atë që nuk mund ta kontrollojnë. Kur nuk zbardh çdo hap tëndin, kur nuk I shpjegon ëndrat, qëllimet dhe planet e tua, ti mbetesh I paparashikueshëm. Dhe të jesh I paparashikueshëm është një formë force që shumë e nënvlerësojnë. Nëse e ndajnë të gjithë me ty çdo mendim, çdo vendim, ti humbet avantazhin. Bota është plot me njerëz që do të përpiqen ta përdorin informacionin kundër teje, jo gjithmonë nga ligësia, por shpesh nga frika, xhelozia ose dëshira për të qenë më të suksesshëm se ti. Mos u bë I lexueshëm si një libër I hapur. Njerëzit që nuk kanë asnjë kontroll mbi jetën e tyre, përpiqen të kontrollojnë tënden. Ata duan të dinë se ku po shkon, çfarë po bën, cilat janë ëndrat e tua, për të pasur ndjesinë e sigurisë që ti nuk po shkon më larg se ata. Por kjo është një kurth që duhet ta shmangësh me çdo kusht. Nëse ua zbulon rrugën tënde, I ke ftuar që të ndërhyjnë në të. Nëse I mban larg, I detyron të respektojnë distancën. Të dish të heshtësh është art. Heshtja nuk është mungesë force, është kontrolli I saj. Kur nuk reagon ndaj provokimeve, kur nuk nxiton të justifikosh veten, kur nuk ndan me të tjerët çdo emocion që ndjen, atëherë je më I lirë. Sepse mendimi yt nuk është më peng I miratimit të tjerëve. Sa herë që hesht, ti po zgjedh të mbrosh integritetin tënd. Po zgjedh të mos I japësh armë armiqve të tu. Po zgjedh të ecësh përpara pa ndalur për t'u shpjeguar të tjerëve. Strategjia e heshtjes, të gjithë strategët e mëdhenj në histori e kanë kuptuar një gjë: betejë fitohet shumë kohë përpara se të nisë. Dhe ajo që nuk kuptohet nga shumë, është se një nga armët më të fuqishme është heshtja. Kur je në mes të një procesi ndryshimi, hesht. Mos trego asgjë. Njerëzit nuk duhet të dinë se çfarë po ndërtuar. Ata do ta shohin kur të jetë e pamundur të ndalet, kur po ndërton një ide, një projekt, një ëndër. Mos kërko aprovimin e të tjerëve. Mjafton që ti beson. Të tjerët nuk kanë për ta parë derisa të jetë tepër vonë për ta ndalur. Ruaj energjinë tënde. Energjia është e shenjtë. Nuk mund të shpërndash mendimet, emocionet dhe planet e tua me çdo njeri që takon. Disa do të kuptojnë, shumica do të gjykojnë, dhe të tjerët do të përpiqen të ndalin. Kur ti ndan gjithçka, e shpërndan fuqinë tënde. Kur e mban brenda vetes, ajo bëhet presion që të shtyn përpara. Sekretet e tua nuk janë barë, janë burim force. Bëj që hapat e tu të flasin vetë, mos e thuaj se çfarë do bësh. Bëje. Mos kërko leje për të ndjekur ëndrat e tua. Vepro. Kur I habi të gjithë me suksesin tënd, atëherë ke bërë lëvizjen më të fuqishme. Fjalët janë të lehta për t'u thënë, por veprat janë të vështira për t'u ndërtuar. Bota është lodhur nga fjalë pa vepra. Mos u bë pjesë e kësaj zhurme. Bëhu I heshturi që vepron në prapaskenë dhe shfaqet kur është koha për të korrur frytet. Njerëzit duan të dinë që të ndalojnë. Ka njerëz që nuk gëzohen kur je mirë, që nuk duan të shohin duke përparuar. Janë të shumt ata që do ta shkatërrojnë ëndrrën tënde, vetëm sepse nuk guxuan të ndjekin të tyren. Prandaj, mos u çudit kur shikon që, sapo tregon diçka të bukur që po ndodh në jetën tënde, ajo fillon të zbehet. Nuk është magji. Është energji. Kur e ndan me të tjerë, ti I jep mundësinë që ta shkelin me energjinë e tyre të papastër. Prandaj, mbaje për vete. Le të mendojnë çfarë të duan. Le të flasin. Le të paragjykojnë. Ti vazhdo të ndërtosh. Pa zhurmë. Pa shpjegime. Pa lëvizje të dukshme. Vërtetësia është më e fuqishme se justifikimi. Ti nuk I detyrohesh askujt shpjegime. Nëse jeton sipas së vërtetës tënde, nëse nuk po dëmton askënd, atëherë nuk ke pse e hap zemrën për ata që nuk duan të kuptojnë. Të justifikosh çdo hap është një mënyrë për të kërkuar leje.
dhe fituesit nuk kërkojnë leje për të qenë vetvetja. Ata ecin përpara me dinitet, me qëllim dhe mbi të gjitha në heshtje.